Të ndëra rezonja, zotrin. Kratësi të jemë mes jush në këtë tapet të kuq të Folk Shqip Show. Kjo dritare që hap jo vetëm dyert, po hap edhe zemrën e shpirtit për diasporën tonë të mrekullueshme. Faleminderit shumë. Në ndodhi edhe kjo ndarja trokiti, sa do që deshta t'jeme fort, loti rëshiti. Nuk them se kam prit, u përgadita por ndarja prap më ka godit veç ma shumë. E shka është jo që s'është së mundje, kushdo pjesë e trupit dem. E shka është nëse jo së mundje, kur du me ushmend. Prandaj mos më lini vet, foni qka ju bje në men. Mund të flasin për shka do, veto për atë jo, a i është tim që e me dem. Mos më lini vet, foni qka ju bje në men. Nëse për të bisedoj, mos vini të vazhdoj, se munde me ushmend. Në ndodhi edhe kjo ndarja trokiti, sa do që deshta t'jeme fort, loti rëshiti. Nuk them se kam prit, u përgatita por ndarja prap më ka godit veç ma shumë. E shka është jo që s'është së mundje, kushdo pjesë e trupit dem. E shka është nëse jo së mundje, kur du me ushmend. Prandaj mos më lini vet, foni qka ju bje në men. Mund të flasin për shka do, veto për atë jo, a i është tim që e me dem. Mos më lini vet, foni qka ju bje në men. Nëse për të bisedoj, mos vini të vazhdoj, se munde me ushmend. Faleminderit shumë. Faleminderit Altin për këtë kënaqësi që ma dhe t'jem pjesë për herë të parë në Folk Shqip Show. Shumë faleminderit Miranda, kam vetëm një pyetje. Pse nuk ke qenë aktive dhe nuk ke bërë këngë gjithë këtë kohë? Jo, unë kam bën këngë gjithë kohës, po jemi bërë kaq shumë këngëtar që njerëzit nuk po arrin me na përcjell siç na kanë përcjell kur kemi qenë pak, po të sakt. Për E mua, një miku im thot, tani jemi bashkë shumë, një këngëtar shumë i mirë, s'po ja përmend emrin, thot janë bashkë shumë e për lumë. për mua është rasti që të kam thot. Edhe unë gjithsesi edhe. Do kemi ma nderin bashkë. që të ftojmë dhe në studio, edhe për intervistë dhe për formuar. Patjetër, me Shumë faleminderit Miranda Ashani, faleminderit shumë. Faleminderit.